Alba Story prezanton. Mirdita. Unë jam 32 vjeçe dhe jetoj ende në shtëpinë e prindërve të mi. Përveç meje dhe prindërve, në shtëpi jeton edhe vëllau im i madh bashk me nusen e tij. Kjo e bën shtëpinë tonë një ambient ku ka gjithmonë njerëz, ka biseda dhe vizita të shpeshta. Kunata ime ka një vëlla që është 40 vjeç. Ai është një burr shumë i pjekur, gjithmonë i veshur thjesht, por me shumë kujdes dhe shumë i pastërt, dhe ka atë lloj qetësie në të folur që të bën ta dëgjosh me shumë dëshirë. Duke qenë vëllau i nusës së shtëpisë, ai është bërë prej kohësh një vizitor i përhershëm tek ne. Vjen shpesh pas diteve për të takuar të motrën, për të pirë një kafe me prindrit e mi, ose për të biseduar me vëllaun tim. Me kalimin e muajve, njohja jon u bë mjaft e afërt. Në fillim, flisnim vetëm për mirësjellje, por me pas gjërat ndryshuan. Sa herë që ai vinte dhe uleshim të gjithë në sallonin e madh, unë dhe ai përfundonim gjithmonë duke u ngacmuar me fjalë. Ishte një lojë shumë e zgjuar, e fshehur pas batutave të përditshme, që asnjë nga familjarët e tjerë nuk na vinte re. Ai lëshonte fjalët me nën tekste, duke sfiduar mendimet e mia për gjëra të ndryshme, ndërsa unë ja ktheja gjithmonë pa lënë fjalën të bjerë në tokë. Emocionoheshim shumë gjatë atyre darkave. Unë fillova ta prisja me padurim ardhjen e tij dhe ai dukej që e shijonte shumë atë përplasje fjalësh mes nesh. Gjithsesi, prania e vazhdueshme e vëllaut tim dhe prindërve të mi na bënte të pamundur të thoshim atë që vërtet mendonim apo pëlqimin për njëri tjetrin. Gjithçka mori një kthes tjetër fundjavën e kaluar. Familja ime kishte planifikuar të shkonte në një dasëm tek disa të afërmëve tanë në një qytet tjetër. Prindrit, vëllau dhe kunata u nisën që në mëngjes herët, pasi dasma ishte e madhe dhe do të qëndronin atje deri të nesërmen. Unë kisha vendosur të mos shkoja, duke gjetur si justifikim disa punë të mijat. Shtëpia mbeti vetëm me mua dhe me heshtjen time. E aty nga pasditja, ndërsa po palosja disa rrobat e mijat në sallon, dëgjova zilen e derës. Unë nuk po prisja njëri, as që më kishte thënë ndokush se do të vinte ndonjë shoqe apo ndonjë komshije. Shkova te shihja e të hapja derën dhe e pash atë që po qëndronte tek pragu. Mirdita, tha ai duke me buzëqeshur lehtë. Erdha të shoh pak motrën, por nuk pash asnjë makinë jashtë. Mirdita, i thash dhe unë, duke u tërhequr pak mbrapa që ai të hynte. Jo, i thash, nuk ka njeri. Kanë ikur të gjithë në një dasëm që e din edhe ti që e kanë pasur atje në atë qytet. Ndoshta kthehen sonte, por me sa ma do mendja do të kthehen nesër. Sot jam vetëm unë në shtëpi, i thash. Ai nuk hezitoi, por hyri brenda. Unë mbylla derën, ndërsa ai u kthye nga unë. E di ç'tha, unë e dija që kishin ikur. Motra ime me shkroi paradite që kishin berritur atje. E shikova paksa e habitur. Atëherë pse erdhe, i thash.
sepse me tha gjithashtu që ti kishe vendosur të qëndroje në shtëpi, e dija që ishe vetëm, më thaj, ndërsa este ngadalë drejt sallonit. Kam menduar që kjo është mundësia vetme që të flisnim një herë pa pasur nevojë të përdorim kode dhe pa pasur syt e 5 personave të tjerë mbi ne, më thaj. Unë ecja pak sa e menduar, ecja pas ti, e ndala në mes të sallonit. I thash, pra kjo pas ka qenë një vizite planifikuar nga ana jote. E po çfarë doje të më thoshe kaq hapur? Ma thuaj tani, i thashon. Ajo ul në kultuk përballë meje. Shiko, tha, dua të pyes se sa do të vazhdoj kjo loja jon. Kemi muaj që hedhin fjalë, që sfidojmë njëri tjetrin në çdo darkë kur mblidhemi. Ti je shumë e zonja për të më kthyer përgjigje kur ke të tjerët për rreth. Po tani, tha, ta shoh një herë se sa e zonja je kur nuk fshihesh pas prezencës së vëllaut tënd, më thaj. E para një herë unë nuk fshihem pas askujt, i thash. Ti je ai që vjen si mik i shtëpisë dhe ruan një profil kaq serioz. Ti e luan rolin e burrit e pjekur në perfeksion, i thash. E ke kuptuar gabim, më thaj, nuk është rol. Unë respektoj shtëpinë e motrës ime, por kjo nuk do të thotë që nuk e shoh se çfarë bën ti dhe që nuk i shoh ngasmimet e tua. Sa herë që unë flas, ti gjen një arsye për të më kundërshtuar, vetëm për të patur vëmendjen time. Dhe me duhet ta pranoj, tha, ja ke arritur qëllimit, përderisa kur iki në shtëpi, deri vonë me zëgjumi, duke menduar për ty dhe për fjalët që më thua, më thaj. Mos i merr gjërat kaq seriozisht, i thashun. Unë thjesht them atë që mendoj, e nëse ty të duket si provokim, ndoshta e ke ti problemin, i thash. Unë s'kam asnjë problem, ma ktheu ai, por ti e di shumë mirë që mes nesh ka diçka që asnjëri nuk po e thot me zë të lartë. Nëse ti nuk e ke guximin, do ta them unë, më thaj. Gjatë kësaj bisede, unë vendosa të mos ulesha pranë tij, për të ruajtur atencionin e fjalëve, e u ktheva dhe eca drejt zonës së ngrënies që ndodhej në anën tjetër të dhomës son. Tryeza e madhe e drurit, e rrethuar me 8 karrige, ishte vendi ku zakonisht zhvilloheshin të gjitha ato flirtimet të fshehura që i kishin bërë gjatë kohës. Shkova te kreu tryezës për të rregulluar mbulesën qendrore, thjesht për të bërë diçka me duar, sa për të mos ndenjur ashtu e ngrirë. Ai nuk qëndroi më në kultuk, unë ngrit dhe erdhi edhe ai drejt meje. Erdhi me ca hapa shumë të rëndë dhe të sigurt, e unë, që akoma isha në këmbë, fiks në kryet e tavolinës, ajo ndal fiks përballë meje, pastaj bëri një lëvizje shumë të thjeshtë, por që me hoqi çdo mundësi lëvizjeje. I zjati të dyja duart dhe kapi 2 karriget që ishin anash meje. Me trupin e tij përpara dhe me krahët e tij të mbështetur te karriget që ishin aty, ai me bllokoi plotësisht në atë hapësirë që unë mos të kisha nga të shkoja. Mu ofrua shumë pranë fytyrës dhe filloi duke me folur dhe duke qeshur. Me tregoni se të pengoj gjë, se mos ke qenë duke bërë ndonjë punë të shtëpisë, me pyeti ai. I kreva, i thash, nuk kam me punë për të bërë. Por po shoh që po përdor shumë mirë mundësinë që shtëpia është bosh, i thash atij. Kam pritur mjaftueshëm, tha, s'mund të pres më. Sa herë që ne të dy jemi ulur në këtë tryezë,
e të kam pasur përballë, sot nuk ka asnjë tryezë për të na ndarë. Sot nuk ka asnjë familjar për të na dëgjuar. Fole, tha. Fole atë që ke për brenda. S'kam çfarë themi, thash. Kështu që çfarë do të bësh tani? E pyeta unë, me një ton ngacmues dhe duke vënë buzën e gas. I thash kemi folur shumë, por fjalet nuk vlejnë më, tani që jemi vetëm. E vërtet, thaj. Dërsa unë ju ofrova pak, edhe ai u përkul dhe filloi të me puth në buzë. Ishte një puthje thellësisht pasionante, e cila solli me vete të gjithë ato ëndrrat e mia. Edhe unë ja ktheva puthjen, e ndërsa ne po putheshim aty në kryet e tryezës së zbrazët, ai me kapi me duar dhe me ngriti e me uli mbi tavolinë. Filloi të me puthte prap. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjeni subscribe.